Përshëndetje të gjithë ju shikues të televizionit Syri, më konkretisht ju që vazhdimisht ndjekni emisionin me Elditën. Nuk janë të shumt njerëzit nga Kosova të cilët pushtojnë skenat botërore në lëmi të ndryshme, gjithsesi edhe në art, në kulturë. Megjithatë, studio e televizionit Syri sot ka kënaqësinë të bashkëbisedojmë me një prej grave kosovare, konkretisht sopranën e njohur kosovare Marigona Qerkezi, e cila tashmë është emër i njohur për të gjithë botën. Sukseset e saj kanë tejkaluar pritshmëritë e të tjerëve, sepse Marigona ka pushtuar skena të ndryshme me role dhe projekte dhe gjithmonë ka rezultuar të jetë e suksesshme. Se cili është rrugtimi i saj, cilat janë sukseset, vështirësitë, si është pranuar si një kosovare në skenën botërore, ne do të flasim më konkretisht me të ftuarën tonë. Marigona, mirë se erdhe dhe faleminderit që u bët pjesë e programit tonë. Përshëndetje, faleminderit edhe për ftesë, është kënaqësi me jush. Gjërat e bukura thuhet arrihen ngadalë. Duhet jesh i durueshëm që të kesh suksese. Ju si duket e keni ndjekur mirë këtë thënie të vjetërve dhe ja ku jeni sot me shumë suksese në shumë skena botërore. Na fol pak për këtë rrugëtim të vështirë, por gjithsesi të suksesshëm. Faleminderit pikë pari për këtë prezantim të bukur. Rrugtimi im edhe kontakti i parë me këtë art kaq të bukur siç është muzika operistike në veçanti ka filluar prej një moshe shumë të hershme, sepse e kam pasur do të thotë një kontakt të natyrshëm brenda familjes, duke qenë që mami është mezzo soprano Merita Juniku, e gjithashtu edhe babi sa ishte në jetë, ishte gjithashtu i kyçur në botën teatrale në anën e kostumeve, kështu që unë jam një fëmijë artit, themi kështu, sepse jam rritur edhe rrethuar çdo herë me teatr, me galeri të ndryshme, me spektakle, qoftë koncertale, qoftë operistike, duke pasur edhe nënën në skenë, që natyrisht për çdo fëmijë besoj që është shumë suggestive dhe shumë inspiruese. Kështu që kështu ndodhi edhe me mua, fillimisht fillova studimet për flaut në Zagreb, në shkollën e muzikës Blagoje Bersa, edhe gjithashtu natyrisht erdhi edhe tek këndimi, duke pasur edhe performancën e parë publike në Ljubljanë si soprano fëmijë themi, nga që isha vetëm 6 vjeçare. Edhe qysh nga ajo moshë nuk ju kam ndarë skenës, koncerteve, paraqitjeve të ndryshme, koncertale, operistike, qoftë si flautiste, qoftë si soprano, në reprezentacione të ndryshme ndërkombëtare, duke marrë pjesë në konkurse të ndryshme, duke fituar shumicën prej tyre, kështu që një rrugëtim mjaft i ngjeshur, por shumë i bukur edhe që më sjell edhe sot e asaj dite shumë satisfakcion. Është dashur puna dhe për kushtim të punohet. Pavarësisht dëshirës, është puna ajo e cila jo secili njeri mund ta ketë pasion të këndojë, ta duaj këtë fushë, megjithatë është puna dhe disiplina që duhet ta ketë. Ju personalisht në karakterin tuaj të përgjithshëm, sa jeni përpjekur, me siguri po që të jeni të disiplinuar në këtë drejtim që të arrini suksese. Është domosdoshme edhe është një faktor prej më të rëndësishmeve, kisha me thënë, sepse fatmirësisht jemi një tokë e bekuar me shumë talente, me shumë zëra të bukura dhe prirje kështu natyrore, kemi pothuajse të gjithë, ndoshta edhe po ta ndalësh një qytetar të rastit, diçka të bukur të këndon ose të interpreton në formën e tij natyrisht. Por që të zgjedhësh si profesion, këtë profesion që aq sa duket i bukur dhe i lehtë nga jashtë, ka shumë vështirësi si çdo lloj profesioni tjetër. Kuptohet, natyrisht që më është dashur një përqindje shumë e madhe e punës, përkushtimit, edhe është një punë që ndoshta në një fushë mund edhe të ketë një lloj pauze apo një lloj stagnimi në kuptimin e asaj që është arritur një lloj niveli ose është përfunduar një cikël studimor ose një hulumtim e të tjera, ndërsa puna jonë është shumë dinamike, shumë aktive dhe çdo rol, duke qenë se po flasim për 300, 400, 500 faqe të reja, është një punë shumë dinamike dhe shumë në kontinuitet e sipër, kështu që është një jetë që nuk mbaron së mësuari, së perfeksionuari, edhe pikrisht pyetje shumë e vend, sepse me të vërtetë puna është një faktor i domosdoshëm edhe shumë i rëndësishëm në këtë profesion. Skenat botërore zakonisht sjellin eksperienca të ndryshme. Secila skenë ka dhe veçantinë vet, ka kulturën në vendi që përfaqëson dhe krahas debutimit tënd në të njëjtën kohë ti do të fillosh të mësohesh edhe me brendin artistike që ka vendi ku ti do të debutosh. Çfarë mban mend nga gjithë kjo historie juaja në se të
ngjitesh në skena botërore si që jeni ngjitur ju, nuk është e lehtë. Është një ndjenjë që më shoqëron, kisha me thënë kështu. Unë debutimin operistik e kam bërë në Opera Mbretërore në Oman, në Muscat, Royal Opera House, edhe qysh nga ai moment do të thotë me një rol shumë të vështirë, siç është Mbretëresha e Natës nga Flauti Magjik i Wolfgang Amadeus Mozart. Qysh nga ai moment të gjitha skenat e radhës që kanë ardhur, pra Tokyo, Barcelonë, Shtetet Bashkuara, një pjesë shumë e madhe e shteteve europiane, teatrot e njohura edhe shumë prestigjioze në Itali, Zvicër, Gjermani e kështu me radhë. Është një ndjenje pandashme që është ajo që unë mezi pres të kem atë kontaktin me publikun edhe ta shpalos, themi kështu, me një fjalë shumë të thjeshtë, por që ka një kuptim shumë të veçantë në këtë profesionin tonë, sepse në fund të fundit ne artin tonë edhe punën tonë e ndajmë me publikun që është ai miku edhe ai pranuesi më direkt i gjithasaj për çka ne edhe punojmë edhe e transmetojmë aty për aty në skenë, gjë që jam shumë e lumtur kur duar trokitem pafund, siç ndodhi edhe tani, sapo erdha nga Festivali Verdi i organizuar nga Teatro Regio di Parma në Itali, ku performova si Leonora në Il Trovatore të Giuseppe Verdit, edhe në një festival verdian, pra të interpretosh Verdi, është me të vërtet shumë prestigjioze dhe shumë e veçantë, kur pritesh shumë mirë nga publiku kudo qoftë që performon, e ajo edhe evidentohet në kritika pastaj, është me të vërtet një ndjenjë shumë përmbushse për mua si interpret. Sa keni arritur përgjatë kësaj kohe të bëni një farloje të matjes së publikut nga shteti në shtet, kur është fjala për kulturën e publikut, për përfaqësimin e tij, për mënyrën se si e pret secilën vepër të promovuar? Është një ndjenjë e veçantë sepse ato duar trokitjet në fillim që i merë, do të thotë, me njëherë pasi që të mbyllen perdet edhe të mbaroj një spektakël, një koncert, një performancë në përgjithësi, është shumë emocionuese. Edhe me të vërtet, kur arrin të ndikosh në zemrat e njerëzve dhe t'ju ndryshosh, ndoshta qoftë aty për aty, po ndoshta edhe për një moment më të gjatë, për një kohë më të gjatë, atë gjendjen shpirtërore që ata e ndjejnë përderisa ti, pra siç thash më herët, e dhuron këtë art, është me të vërtet shumë speciale. Edhe fati edhe rrugtimi im më ka sjellë në skena me të vërtet shumë prestigjioze, edhe me publik me një traditë shumë të madhe, do të thotë shekullore në ndjekjen edhe në kultivimin e kësaj forme, siç është opera, edhe do të thotë arti i të kënduarit në përgjithësi në skenë. Kështu që duke pasur edhe rastin të interpretoj për njerëzimin anë mban, do të thotë kudo që kam pasur performanca të deri tanishme, çdo herë ndjehem e përmbushur edhe si themi gjithmonë marr diçka më shumë nga kudo që shkoj. Kështu që është një dashuri, është një kontakt i ndërsjellë. Po. Çfarë jepni ju nga shpirti juaj në rolin që merrni për detyrë? Cilat janë ato komponentët që guxoni t'i thoni vetes, këtë do ta jap për këtë rol, që ta paraqes ashtu siç e do edhe vetë ai që ma ka besuar? Po, edhe këtu vlen të përmendet që është me të vërtet shumë specifike të besohen rolet të tilla. Unë qysh prej debutimit, pra si Mbretëresha e Natës, kisha fatin edhe interpretova dhe vazhdoj të interpretoj role shumë të rëndësishme, siç është Lucia di Lammermoor, Gilda, Violetta, Leonora, Madama Cortese, e shumë role të tjera, të cilat janë, do të thotë, role me një përgjegjësi shumë të madhe, role kryesore, edhe ku ke orë të tëra, do të thotë, interpretim në skenë, bashkë me kolegë, me bashkëpunëtorë, dhe t'i japim jetë, pra një shfaqje, kështu që është me të vërtetë edhe privilegje dhe nder që t'i rikthejmë në skenë veprat shekullore, do të cilat janë veprimtari edhe një opus shumë i madh i kompozitorëve që kanë lënë për neve që ta jetojmë dhe ta gëzojmë, po edhe për gjeneratat e tjera. Kështu që është me të vërtetë shumë nder edhe shumë satisfaksion që mundem edhe më besohet që në këto skenat më ta ti interpretoj këto role kaq edhe të vështira, po edhe shumë të bukura. Kështu që ai zëri im do të transformohet në karaktere të ndryshme në petkun e çdo roli që kam interpretuar deri tani. Dhe ke atë ndjesinë se njëri rol kërkon më shumë për kushtim, tjetrin do ta absorbosh më lehtë?
po të themi që është sikur të kemi çdo herë të bëjmë me një personazh, me një person, sepse faktikisht ne portretizojmë jetën e dikujt. Edhe kështu që ashtu siç janë edhe personat ndryshojnë nga njëri tjetri, qoftë edhe kompozitorët në stilin e tyre të kompozuarit, natyrisht kanë pasur ato diferencimet e tyre. Jam shumë e lumtur që në rrugtimin tim të deritanishëm kam pasur fatin të punoj me profesionistë të fushës dhe të një niveli jashtëzakonisht të lartë, po përmend këtu vetëm disa nga ato emrat që më kanë ndihmuar edhe që t'ju jap më bukur jetë këtyre roleve, sepse për shembull rolet rossiniane, përveç që i kam debutuar në Rossini Opera Festival, pra pikërisht në vendin në tempullin rossinian në Pesaro në Itali, kam punuar me të ndjerin maestro Alberto Zedda, i cili do thotë përveç se ka pasur edhe vazhdon të mbetet si një kolon e muzikës rossiniane, gjithashtu edhe ka manuskriptet edhe pikërisht shkrimet e vet Rossinit i ka do thotë i ka dhënë atë dorën e tij të mjeshtrit si ishte, kështu që natyrisht që një fakt i tillë të ndihmon shumë edhe të hap atë horizonin e interpretimit të një stili siç është Rossini, gjithashtu për shembull të interpretoj muzikën e Giuseppe Verdit pikërisht në tokën e tij, në vendin e tij edhe në festivalin Verdian, siç ishte performanca e fundit, janë të gjitha këto faktorë që të plotësojnë edhe të ndihmojnë natyrisht, por edhe ta përmbushin atë rrugtimin artistik. Shumë raste të ndryshme, do të thotë kur kam pasur edhe rastin të ngërthej të dyja ato anët e mia, qoftë si flautiste, qoftë edhe si soprano në Operan Il Viaggio a Reims, në një produksion, do të thotë në të tretin produksion me radhë, përveç atij në Barcelonë dhe në Pesaro, e kam interpretuar në 5 teatro në Itali, duke interpretuar qoftë si flautiste, qoftë si soprano, që është edhe përzgjedhur në top 10 performancat botërore, do të thotë. Kështu që janë të gjitha këto, do të thotë, përmbushje edhe motivim për të vazhduar këtë rrugtim kaq të bukur. E kur jemi tek rolet, kur jemi tek kontributi juaj, ne do ta kemi edhe një material që e kemi përgatitur dhe do ta vëmë në transmetim e pastaj do të rikthehemi edhe me pjesën e mbetur të bisedës me të ftuarën tonë. Ndjekim materialin. Një nga zërat më domethënës në muzikën klasike si soprano shqiptare dhe një nga këngëtarët klasike që po ngre shkallët të suksesit, më shpejt se që po mendohej është Marigona Çerkezi, shqiptare nga Kosova. Soprania Marigona Çerkezi, përgjatë rrugëtimit të saj profesional, ka arritur të debutojë në shumë skena botërore duke marrë role të mëdha dhe teje të vështira për t'u interpretuar. Ajo me zërin e saj të fuqishëm dhe paraqitje dinjitoze, po manit botën në secilën performancë. Marigona Çerkezi është një nga artistët tona shqiptare që ka tërhequr vëmendjen me performancat e saja në skena teatrore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Holand, Itali, Sloveni, Moskë, Spanjë, Gjetiu. Ajo është lauruar me çmime të shumta prestigjioze në botë, madje duke qenë edhe fituese shumë çmimeve, garuese me çmimet më të njohura botërore, si ai Operalia dhe një interpretuese e shkëlqyer. E vlerësuar si një nga zërat më të veçantë të muzikës lirike, Marigona po plotësohet dita ditës në identitetin e saj profesional, në shumësi rolesh në jetën e saj profesionale, si Donna Anas, Lucia di Lamberto, Marcelina, e këndshme dhe e bukur, Kunigin di Nakt, Contessa de Amalviva, Madame Cortés, Rosalinde, Donna Ana, Gilda e të tjerë. Por përpos këtyre, ajo vjen edhe me një vesh të bukur me ëmbëlsinë e saj të zërit, sa potent aq edhe të lirshëm, të një lirike që duket sikur nuk ka fund në burimin e saj që vjen nga zemra për artin dhe muzikën.
Si interpretimit, pjesë e rëndësishme e ndërtimit të personalitetit të saj muzikor është edhe instrumenti i flautit, aleati djathtë i zemrës së saj ku ajo ka performanca të shumta. Sukseset e deri tanishme të Marigonës janë shembulli më i mirë se si mund të prekën skenat botërore duke punuar profesionalisht dhe me përkushtim. Pas këtij materiali të bukur, ku kemi pan nga afër disa prej debutimeve dhe sukseseve të Marigonës, do të vazhdojmë edhe për pak minuta. Marigon, gjithmonë artistët thonë kemi vështirë t'i ndajmë rolët më të mira, për faktin se të gjitha janë pjesë e shpirtit, edhe bëjnë pjesë në një krijimtari të përbashkët. Megjithatë, ju ka ndodhur juve të mendoni ndonjë specifik se këtë rol e kam bërë më së miri në karrierën time? Për ndonjë x arsye. Atë anë, ndoshta natyrisht që atë reflektimin e brendshëm, deri tani që kam pasur eksperjenca në skenë, kam qenë çdo herë e kënaqur aq sa për të vazhduar natyrisht punën edhe për të perfeksionuar ato detajet. Në anën tjetër, nga kritika do të thotë ndërkombëtare qoftë të shkruara e të tjera, gjithmonë jam cilësuar do të thotë me performanca të një niveli shumë të lartë, me fjalë të ndryshme, do të thotë të cilat natyrisht më bëjnë shumë të lumtur, por që do të ishin të shumta dhe të gjata për t'i përmendur gjitha, por që pikërisht nga ekspertët, do të thotë kur vlerësohesh edhe kur potencohen aty që ke dhënë një interpretim ashtu siç kompozitori e ka menduar, apo do të thotë ju ke vënë funksion rolit me zërin tëm prej diamanti, kështu me radhë, do të thotë fjalë shumë motivuese natyrisht, por mbi të gjitha kur vin nga ekspert të fushës, atëherë të japin edhe një lloj vulosje, edhe një lloj shtytje, po gjithashtu edhe ndikojnë në themi ashtu në atë kategorizimin tënd si artiste në skena do të ku edhe interpretoj. Kështu që natyrisht gjithmonë po flasim për role shumë të vështira, të bukura, siç edhe e thash, edhe çdo role ka atë veçantinë e vet, kështu që unë mundohem që ta bëj çdo herë në maksimum. Edhe kjo edhe më karakterizon, do thotë. A është edhe tek puna juaj që veprat e autorëve të mëdhenj sikur të arrisin atë dëshirën, sepse arrita me pas një vepër të këtij autori, unë do ta kem fatin me performu këtu. A ndikon kjo që ta arrit dëshirën për me marrë akoma më shumë me përkushtim? Po, patjetër, edhe është edhe një faktor do të thotë që flet vetë nëse e lexon rrugtimin pra në përgjithësi të një muzicienti, të një artisti, e kupton do të thotë edhe nga vetë qoftë rolet ose performancat qoftë koncertale të natyrës së ndryshme, edhe gjithashtu duke i bashkuar edhe vendet ku janë interpretuar, me çfarë kaste, me çfarë bashkëpunëtor, kështu që gjitha këto së bashku e krijojnë atë peshën edhe rëndësinë e vet, edhe me të vërtetë jam shumë e lumtur që për këto vite që merrem me këtë profesion, por edhe aktivisht, pra qysh prej debutimit, më janë besuar çdo herë role shumë të specifike, sepse janë role që nuk i besohen lehtë çdo kujt, sepse po flasim për një protagonist që qëndron 3-4 orë dhe gjithë ngjarja bëhet rreth saj, kështu që natyrisht duhet të ketë kujdes të veçantë në përzgjedhjen e artistëve, gjë që jam çdo herë shumë mirënjohëse dhe falenderuese që më besohet e pikërisht edhe në skena kaq prestigjioze. Gjithmonë e dim që jeni një Marigon kosovare dhe duam kështu t'ju themi. Në anën tjetër ju jeni rritur edhe zhvilluar profesionalisht në Kroaci. Megjithatë rrugtimi juaj pastaj ka vazhduar edhe në shtete tjera të botës. Jo rrallë kemi dëgjuar se kosovarët kanë vështirësi të adaptohen sa i përket kulturës edhe artit në nivele të ndryshme botërore. Ju e keni pasur këtë? Unë qysh prej kontaktit parë me skenën, kjo ka ndodhur në Ljubljanë,
edhe ka qenë një rrugtim shumë i rrjedhshëm, i natyrshëm, qoftë në interpretimet e flautit, qoftë edhe si soprano, duke zënë pjesën më të madhe pra skenat ndërkombëtare, edhe me një fokus dhe dashuri të veçantë kur performoj për publikun ton në trevat shqiptare. Edhe ajo është ajo që do thotë që e kam përpara kur unë futem në skenë, është t'i jap jetë rolit ose të interpretoj veprën ashtu siç duhet, edhe pastaj të tjera t'i bën vet arti, sepse nuk thuhet kot që vet arti është një ambasador për çdo vend, kështu që përderisa zëri, përderisa interpretimi dhe portretizimi asaj çfarë unë interpretoj, mbërrin tek publiku ndërkombëtar, tek drejtorët e operave ndërkombëtar, tek kritikët të cilët I përmenda më herët, atëherë kjo do të thotë është një tregues direkt I asaj që se si mbërrin të jahosht, themi kështu. Edhe jo vetëm në interpretimet në vendet ndoshta ku kemi raporte, por edhe në ato ku nuk na njohin, siç është Spanja, siç është Rusia, me radhë të tjera ku është krahas emrit është edhe flamuri I ri I Republikës së Kosovës, për krah emrit tim është natyrisht një gëzim shumë I madh për mua personalisht, edhe në një formë direkte edhe për imazhin e shtetit tonë. Sa arrini që kur përfundon një projekt suksesshëm, keni dëshirë të pushoni apo menjëherë të mendoni për një projekt tjetër? Në natyrën tuaj, çfarë tipi jeni në këtë drejtim? Po, unë Tash keni përfunduar projektin në Itali dhe Po, edhe jam dinamike vetë si natyrë, po edhe profesioni që kam zgjedhur shkon shumë mirë me ato karakteristikat e mia si person, sepse jemi gjithmonë në evaluim, gjithmonë në studim, edhe gjithmonë në përgatitje të performancave të radhës. Kështu që unë ende pa mbaruar këto të fundit, pra në performancat të fundit që kisha, vetëm përgatitem edhe bëhem gati për vitet që më presin edhe për rolet dhe debutimet e reja, po përmend këtu disa, edhe po I ndaj me shumë kënaqësi, janë role me të vërtet të cilat ndoshta janë edhe ëndër për tu interpretuar, edhe po flasim për rolin e Mimis nga La Bohème, që do ta interpretoj në Teatro Lirico di Cagliari në Itali, po flasim për Lucrezia Contarini nga I Due Foscari e Giuseppe Verdi, gjithashtu do ta debutoj në një teatr të ri për mua, siç është Carlo Felice në Genova, Giovanna d'Arco, cilin sapo e interpretova në St. Gallen në Zvicër, e kështu me radhë, pra janë të gjitha këto performanca edhe detyrat, t'i themi kështu në thonjza, që unë mezi pres që t'i realizoj, edhe natyrisht që punoj shumë gjatë para se ato të futen në atë punën me kolege, mbi të gjitha pra në fund të fundit kur edhe I shpalos në skenë. Kështu që është një punë shumë e madhe, por gjithmonë në vazhdimsi. Po çmimet, sa ju bëjnë të ndjeni mirë, sepse çdo sukses përkthehet në çmim. Sa qëndron në skenë përkthehet tek publiku, sepse aty e sheh. Po mandej natyrshëm është edhe çmimi që plotson punën e cila rezulton të jetë suksesshme nëse arrihet. Jeta juaj ka plot çmime. A do thotë kjo që edhe ato janë pjesë e rëndësishme e punës suaj? Po, në rrugtimin tim kanë një rëndësi të madhe dhe kanë, do të thotë, një vlerë të madhe, sepse në konkurset, do të thotë, ndërkombëtare operistike ku unë kam marrë pjesë, po I përmend këtu që do të thotë kam 8 çmime ndërkombëtare të konkurseve operistike për këndim në botë, në Itali, Turqi, e vende të ndryshme, kështu që janë gjithmonë një privilegj dhe një satisfaksion, sepse ajo puna yte për cilën folëm kaq gjatë, edhe mund ta imagjinoni sa e madhe është kur edhe kaq vend na zë në bisedë, vlerësohet edhe kurorzohet, themi kështu, së pari me mendime nga profesionistët, sepse nuk është lehtë që ti takosh persona kyç në botën operistike, e pastaj është një tjetër etapë kur ato të seleksionojnë nga mira konkurrent nga e mbar bota, pastaj ti futesh në ato fazat siç janë eliminatore, semifinale, finale, e kur kurorëzojnë edhe me çmime të para, të dyta, speciale, siç është do thotë çmimi special I Accademia Teatro alla Scala, ose çmimi special në Portofino, çmimi special në Aslico, e kështu me radhë konkurse të ndryshme, Magda Olivero, e të tjera, të gjitha këto janë edhe një lloj
shtytësi edhe motivuesi që puna edhe përkushtimit mos ndalojnë asnjëherë, por që themi kështu ta japim më së mirën prej vetës në çfarëdo lloj okazioni, rasti kur kemi, e qoftë edhe para personave shumë kyç në botën operistike. Faleminderit, edhe diçka. Çfarë bën të bukur deputimin në flaut, edhe çfarë bën të veçantë deputimin si soprano? Është gjithmonë ajo fryma e artit, është gjithmonë ajo fryma e muzikës, e cila përçohet, do të thotë, tek njerëzit, tek shpirti, tek veshi i dëgjuesit, i publikut, edhe qoftë përmes flautit, qoftë përmes zërit, qoftë përmes të dyjave, siç kam pasur rast e përmenda, por edhe në përgjithësi, do të thotë, vetë fjala, vetë ajo fryma, vetë tingulli përçon një ndjenjë shumë të veçantë tek çdo kush, edhe çdo kush e percepton ashtu shumë në një formë shumë personale. Kështu që janë që të dyja personalisht për mua shumë të dashura, edhe që kanë një pjesë shumë të madhe të veprimtarisë. Unë u fokusova pak më shumë në këtë të sopranos, por edhe si flautiste, do të thotë, në performanca të ndryshme në botë, qoftë çdo herë si soliste, qoftë me përcjellje të pianos, qoftë me orkestër, është gjithmonë një emocion i veçantë, sepse po japim jetë një dorë shkrimi të lënë trashëgim shekuj më parë nga mjeshtër siç janë Mozart, Bach, Beethoven, Verdi, Rossini, Bellini e të tjerë, edhe është një ndjenjë veçantë në atë moment kur ti e përtërin atë vepër për atë publik që ke përpara. Dhe ti ndihesh mirë në të dyja, apo? Po. Apo ka ndonjë moment kur ke thënë këtu ja dola më mirë? Unë personalisht ndihem shumë mirë në të dyja, edhe kurdo që ka mundësi ti koordinoj sa më shumë, e bëj, edhe është një gjë shumë e veçantë, sepse janë raste të rralla këto, që koordinohen që të dyja, por përderisa më bëjnë të lumtur edhe përderisa ja arri, e bëj me shumë kënaqësi dhe pasion. Çfarë mesazhi ua kishe dhënë atyre nxënësve të cilat shumë herët duhet fillojnë me flaut, me cilin do instrument, por në këtë rast me flautën, që të regjistrohen, jo ta kenë pasion, por njëkohësisht edhe të jenë të disiplinuar për ta vazhduar. Ka rastisur shumë të kemi parë nxënës të cilët e kanë kryer vetëm shkollën e mesme të ulët dhe kanë ndaluar aty. Ndoshta kanë pa veten që nuk munden, apo ju ka munguar ajo disiplina e punës, apo diçka tjetër. Po janë shumë faktorë që ndikojnë. Sepse gjithmonë kërkesat për shkollë janë të mëdha në instrumente, mirë po pastaj natyrshëm zvehet. Po, ndoshta mund të kenë shumë faktorë që mund të ndikojnë në vendimin edhe në motivimin e një, sidomos të riu, sidomos për një... Shikojnë si model, këtu është e rëndësishme. Sidomos për një profesion, do të thotë siç është ky, pra që nuk është i lehtë, por që bashkë me vështirësinë ka edhe bukurinë. Edhe është domosdoshme ta them që nëse e duan shumë, asnjëherë të mos ndalen, sepse ndoshta ju mungon diçka, ndoshta do ta gjejnë nesër, ndoshta pas nesër, gjithmonë arrin ajo kur ekziston një dashuri shumë e madhe dhe një motivim edhe një fokusim për atë punë, por që asgjë nuk mbrin nëse ti nuk punon për të, kështu që janë të dy anët, do të thotë që të dy ekstremet, themi kështu, që aq sa dëshiron diçka, aq duhet të punosh edhe më fort për ta marrur edhe për ta pasur. Kështu që ushtroni sa më shumë, lexoni sa më shumë, dëgjoni muzikë sa më shumë, edhe natyrisht që është diçka që herët avon do ja dalin, jam e bindur. Çfarë bot kuptimi ka arritur Kosova ta përmirësoj atë të qenurit publik i muzikës klasike, të qenurit publik i kujdesshëm në operë, të qenurit i kujdesshëm në një skenë kur ka interpretime të kësaj natyre? Publiku çdo herë është më i madh në numër, edhe kjo është një faktor shumë pozitiv, edhe shpresoj që edhe kur të kemi në të ardhmen një formim të një baze operistike, atëherë të shtohet edhe më shumë, edhe të vazhdojnë të ndjekin edhe të përkrahin artistët të cilët performojnë për ta, sepse është një gjë shumë e bukur kur të dyja këto kombinohen. Faleminderit e dashur, edhe më bukur do t'ishte gjithë kjo bisede jona, kaq e shkurtër, kaq spontane, por gjithsesi shumë mirënjohëse dhe falenderuese që u bët pjesë e emisionit ton. Faleminderit gjithashtu. Të zgjedhni na këndoni diçka, sa do të shkurtër, por ta kenë edhe një dhuratë shikuesit tanë. Unë çdo ditë dhuroj artën tim, edhe jam shumë e lumtur që t'i ndjek edhe t'i ftoj të gjithë ata
të cilët kanë interesime dhe dashuri për këtë muzikë, të më ndjekin qoftë në kanalet e mia, qoftë në inqizimet cilat disa prej tyre dhe mund t'i gjejnë të disponueshme, do thotë në internet, edhe të vinë në publik, sepse ndjem shumë bukur kur kam publik shqiptar, kam pasur raste në interpretime të ndryshme, qoftë në Zvicër, qoftë në Japoni, në Spanjë, në Amerikë, në Itali, e në skenat të ndryshme të botës, të takoj dikë që flet shqip edhe që më uron shqip. Edhe uroj të ketë çdo herë sa më shumë, edhe i ftoj të gjithë të ndjekin këtë art kaq të bukur edhe të merren me të. Do t'i përshëndesësh me diçka, do të këndosh diçka shkurt? Unë sa po e thash, do të thotë që i përshëndes në formë të tillë, edhe që sa po të ketë ndonjë performancë konkrete në skenë, i ftoj që të vinë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Suksese ta përmbyllësh vitin 2022, kështu me gjitha sukseset që i ke pas deri më tani, edhe mbarësi dhe lumturi për juve. Faleminderit gjithashtu juve, stafit edhe të gjithë shikuesve, gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Nuk ka më bukur se sa të shohësh një këngëtare e cila me modestinë e saj përpiqet të flet kaq thjesht për gjitha ato suksese që i ka marrë në skenat botërore. Prandaj jo rastësisht thuhet se thjeshtësia është modesti, e tillë ishte edhe vet Marigona. Mirëmbëjtje dhe faleminderit që na ndoqët.